Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të dalemi tek trupi jon. Me ne është bashkuar një mik I podcastit. Shpesh kemi bërë episode me të dhe I ka dhënë zgjidhje dhe përgjigje të gjitha pyetjeve që shpesh edhe ne ngrem me veten ton, por edhe nuk dim të japim përgjigje, ndërsa ai në një formë të jetë origjinale dhe shumë biologjike ka ditur të japi përgjigje. Me ne është Luciano Bardi. Kënaqësi. Bardi, shumë faleminderit që jeni me. Të lutem, gjithnjë këtu është kënaqësi dhe ambientin e keni të rrethuara nga ndjenjat pozitive siç edhe gjithë stafi është. Faleminderit. Shumë faleminderit zoti Bardi. Ju shpesh keni thënë edhe këtu ku kemi qenë në podcast rëndësinë e zorrës. Zorra sipas jush është një organ tjetër rëndësishëm dhe shpesh neglizhohet. Si mund të ndikojë zorra tek çdo sëmundje? Pra çfarë lidhje ka? Shiko Mario, ne në 3-4 bashkëbisedime ose podcaste që kemi bërë, e kemi vendosur pothuajse theksimin më kryesor e kemi nënvizuar që sistemi gastrointestinal është shumë I rëndësishëm dhe Hipokrati, që është babai I mjekësisë moderne, ka thënë që zakoni më I keq I njeriut është 1/3 e gabuar. Pra, ne në shumicën e kohës kuptojmë dhe nënkuptojmë fjalën tretje sikur ne kemi një stomak aty si një depozitues ushqimor dhe zorën e hollë të cilat ato shërbejnë vetëm për të tretur ushqimin, por në fakt nuk është ashtu. Unë kam thënë se çdo sëmundje patjetër që fillesat më kryesore, pra kryesisht sëmundjet autoimune, sepse ka dhe shumë sëmundje të cilat janë genetike, të cilat kanë predispozita genetike por nëse ne duam që të trajtojmë dhe duam që të ndihmojmë mbështetjen që ta përmirësojmë atë sëmundje, qoftë ajo një sëmundje autoimune, qoftë edhe ajo një dobësim I sistemit imunitar, fokusin duhet ta vendosim tek zorët. Brenda mikrobiotës, mikrobiot do të thotë qyteti ose ai ekosistemi ku jetojnë bakteret, viruset ose mikroorganizmat e ndryshëm, nëse ne nuk kujdesemi për ato dhe nëse aty ka një disbiozë ose një inflamacion, atëherë trajtimi dhe mbështetja e sëmundjeve bëhet më e vështirë. Një person kur ka ose kur ka problematika me sindromën e zorrës së irrituar, marrja e probiotikëve, e glutaminës, e zinkut e përmirëson shumë. Dhe reduktimi I ushqimeve të cilat janë lule lakrës ose brokoli, ushqimet e procesuara atë ndihmon shumë. Pra, mbështetja e sëmundjeve të ndryshme patjetër që niset nga zora. Nëse një person nuk kujdeset për sistemin tretës, kryesisht për zorën e hollë, atëherë mund ta ketë vështirë trajtimin e sëmundjeve të tjera, sepse aty pothuajse janë mbi 70% e sistemit imunitar. Aty janë dhe qelizat të cilat quhen qelizat e komplementit ose sistemi imunitar I lindur, qelizat limfatike. Madje unë I them zorëve si një borë ose si një derë me siguri shumë të lartë, apo si një derë e cila para se molekulat të hynë në gjak futen njerëz si fillim aty. Dhe ka shumë lidhje madje Mario, do ta përmendim dhe në emision, zorët dhe zemra. Zorët formojnë dhe bëjnë të mundur prodhimin e një molekule e cila quhet citrulin. Citrulina sot po përflitet si një molekulë ose si një aminoacid I cili lidhet shumë me prodhimin e oksidit nitrik. Citrulina formohet nga enterocitet e zorës hollë, kryesisht glutamina që është një aminoacid, formon glutamati nëpërmjet glutaminazës, glutamati nëpërmjet enzimës së sinetazës 5 pirolin karboksilazës formon pirolin 5 karboksilatin, pirolin 5 karboksilati formon më pas citrulinën, pra citrulina është një lëndë që I jep endotelit, pra endëve të gjakut vazodilatacion. Dhe inflamacioni në zorë është armiku I mëlçisë edhe I zemrës. Qartë, por kur neve flasim për zorën në mënyrë konjektive na shkon mendja edhe tek tretja. Si ta dallojmë një tretje të mirë? Shumë njerëz që un kam bisedime ose që konsultoj, fjala vjen kur më pyesin përse si ka mundësi që më ka dalë disa herë vitamina D e ulur ose vitamina B12 e ulur apo qoftë edhe mund ta themi hekuri I ulur ose feritina. Feritina është depozita e hekurit, por që nuk kuptohet dhe në analizë hekuri zakonisht I ulur. Tani, nëse një zorë nuk është e shëndetshme, nuk përthith. Marrja e një vitamine e cila shikohet në mungesë tek analizat nuk ka asnjë vlerë dhe nuk mund të merret, sepse do thoni ju pse. Atëherë, enzima e cila aktivizon kalcidolin e kalcitriol quhet alfa-1 hidroksilaza. Pra, mungesa e vitaminës D. Mungesa e vitaminës D lidhet edhe më së shumti me diversitetin e mikrobiomës. Pra patjetër që dielli është I rëndësishëm sepse burimi më kryesor I vitaminës D patjetër që janë rrezet e diellit, që është burimi numër 1, por mëlçia e ngarkuar, veshka e ngarkuar, do thoni po si ngarkojnë këto? Gjumi I pakët, mungesa e gjumit, ushqimet e procesuara që janë biskotat, croissantet, brumrat, patjetër që alkooli,
alkooli është numër 1 ose faktori numër 1 që ngarkon mëlçin dhe veshkat, por unë doja që të kategorizoja si fillim mungesën e gjumit. Sot për mendimin tim bota, si pasojë dhe jetës, modernizimit, po pëson një epidemi ose jo vetëm një epidemi, por një pandemi të gjumit. Shumë njerëz sot nuk e bëjnë gjumin në mënyrë cilësore dhe mungesa e gjumit bën të mundur që dhe ADN-ja të psojë mutacione. Këto që thuhen detokse për mëlçin, mëlçia nuk ka ilaç magjik. Asnjë ushqim nuk është magjik. Këto që shiten ose që reklamohen, që janë për marketing si suplementim detoksi ose pastrim mëlçie veshkash, këto nuk janë asgjë tjetër veç se për të blerë mendjen e njeriut dhe për të shitur një suplement caktuar. Mëlçin, zorët dhe sistemin imunitar nuk e ndihmon një ushqim magjik apo një suplement magjik. Absolutisht. Gjumi, aktiviteti fizik, gjumi, aktiviteti fizik, ushqimi organik dhe stres i moderuar, pra stres i menaxhuar. Dhe siç u thash pak më parë, vitamina D e ulur lidhet me një mikrobiot më të ngadalë dhe të lodhur. Mikrobiota është ky ambient i brendshëm që jetojnë viruset, bakteret, kërpudhat, ndërsa mikrobioma është materiali genetik i këtyre baktereve ose i këtyre mikroorganizmave. Pra janë ndryshe, mikrobioma, materiali genetik i këtyre mikroorganizmave, ndërsa mikrobiota është qyteti ku jetojnë. Dhe vitamina D e ulur lidhet ose me reduktimin e baktereve të mira, mëlçia bën të mundur prodhimin e 25 hidroksilazave, ku kolekalciferoli konvertohet në kalcidol dhe shtohet pjesa, pra mëlçia ka këtë enzimën e cila quhet 25 hidroksilaza, ku konvertohet kalcidol dhe ajo del në qarkullimin e gjakut, ndërsa 80% e enzimës e cila quhet alfa-1 hidroksilaz prodhohet nga veshka dhe 20% nga zorët. Pra një mungesë e vitaminave nuk duhet të nënkuptoj faktin se ajo vitamin merret, por duhet parë shkaku. Përse mungon vitamina D? Përse mungon B12? B12 që të përthithet kërkon acid kloridrik të shëndetshëm, pra acidin hidroklorik që të jetë i fuqishëm, stomaku të jetë i fuqishëm dhe të përthithi. Për herë të parë, Mario, unë e kam quajtur stomakun, ndonse edhe në Shqipëri, generator protonesh. Generator protonesh do të thotë një makineri, një organ aq shumë i rëndësishëm sa që bën të mundur gjenerimin e joneve të hidrogenit. Pa hidrogen nuk ka as jetë. Hidrogeni është energjia e qelizës dhe nëse zora e holl është e papastër, sikurse janë parazitët, bakteret të ndryshme, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus mirabilis, atëherë B12, magnezi, zinku nuk përthithen. Pra, tek marrja e vitaminave unë nuk jam pro atyre, po jam pro fuqizimit të murit të brendshëm të zorës holl që është kryefjala kolona e imunitetit. Inflamacioni kronik, çfarë duhet të kuptoj? Inflamacion kronik, Mario, do të thotë që një person nuk ka sistem imunitar të shëndetshëm dhe kjo shprehet me lodhje pothuajse çdo ditë. Bën një analizë dhe pothuajse analizat dalin normal, pas qërimi gjakut, qelizat e bardha, qelizat e kuqe, eritrocitet, limfocitet, por përsëri personi është i lodhur. Bën ekzaminime si skaner, rezonancë, përsëri personi ka një mjegullim të trurit. Inflamacion kronik dhe inflamacioni nis përsëri nga mikrobiota. Të besohet, Mario, që zora e holl ka qeliza me potencial elektrik. Midis zorës së holl edhe mëlçis ekziston një rrjet shumë i ngushtë. Lëndët që nuk treten dhe që nuk zbërthen nga makro në mikro pësojnë një fermentim. Dhe nëse lëndët ushqimore nuk zbërthen siç duhet, formojnë dhe disa lëndë që quhen trimetilamina ose acetaldeide. Madje kur zora e holl nuk është e pastër, pra ka metabolit inflamator, aty krijohet edhe ambienti dur për parazit. Edhe personi çfarë bën, merr një medikament për parazitët, ndërkohë që unë edhe direkt tu nuk jam pro. Unë jam pro pyetjes dhe shkakut, themelit të problemit, si shfaqet problemi, pse janë kolonizuar ato parazit. A mos është ushqimi, sepse ti mund të marrësh një medikament, por nëse nuk ndryshon mënyrën e të ushqyerit, pra nëse ti vazhdon akoma që të përdorësh makaronat, vazhdon akoma që të përdorësh mishin e procesuar, qumshtin e procesuar, biskotat, croissantët, përsëri ato gjejnë ushqim. Kur e fjala kryesore është që ti të ndërpresësh burimin ushqimor. Dhe zorët e holla, nëse kanë përshkueshmëri, sot termino në botën e mjekësisë, në jemi akoma shumë larg, është një term i cili quhet leaky gut, zorë e përshkueshme, dhe këtë po e themi për herë të parë në emision. Leaky gut do të thotë kur midis enterociteve, enterocitet janë lidhjet e ngushta të epitelit të zorës holl, krijohet një përshkueshmëri. Edhe molekulat që nuk treten futen brenda
në pjesën e venulave. Venulat janë degëzimet më të vogla të venave dhe me anë të venulave ato bashkohen me venën mezenterike superiore dhe pastaj vena mezenterike superiore i dërgon lëndët e patretura dhe të pazbërthyera siç duhet, zakonisht disa lëndë të papastra në mëlçi. Dhe sistemi limfatik këtu është shumë i rëndësishëm. Sistemi limfatik bën të mundur që të përthithen disa peptidoglikan, që të përthithen disa substanca inflamatore, metabolit lipidik dhe këto i dërgon në zemër. Pra, zora holl e papastër është edhe ambienti dur që të kolonizohen parazitët.